Edisona, të përshëndesi, kemi parë ditën e djeshme pamjet që vinë nga Elbasani. Përse ky fluks, përse ky trafik ka që rënduar? Kush e krijoi? Ju përshëndes, situata vijon të jetë e njëjtë në fakt, edhe pse është data 3 janar, siç mund ta ndiqni edhe përmes pamjeve pas shpinës time, trafiku është i rënduar edhe mëngjesin e sotëm dhe duket se ka të bëjë tëra me fluksin e udhëtarëve drejt juglindjes. Kryesisht qytetarët që kanë zgjedhur të udhëtojnë drejt qyteteve turistike si Korça apo Pogradeci, janë duke kaluar në akset që kalojnë në qarkun e Elbasanit dhe kjo ka ndikuar në fakt që të ketë edhe një rëndesë sa i takon trafikut në Elbasan. Edhe në momentet që ne jemi duke raportuar përmes pamjeve live, në pamje jeni duke ndjekur në fakt ne jemi duke raportuar nga vendi që njihet si kryqëzimi i Cerrikut, i cili është edhe aksi kryesor ku ka edhe fluksin më të lartë, pasi në këtë vend të gjitha automjetet që ju jeni duke parë në pamje janë automjete që udhëtojnë kryesisht drejt juglindjes dhe nga ana tjetër janë automjetet që shkojnë drejt qyteteve bregdetare dhe në fakt duket se këto janë dy nga pikat kryesore që po ndikojnë në rëndesën e trafikut në Elbasan, pasi fluksi është i lartë dhe janë kryesisht qytetarë shqiptarë të cilët jetojnë këtu, por edhe emigrantët që duan të udhëtojnë dhe të shfrytëzojnë kohën e pushimit të tyre për të vizituar sa më shumë qytete. Gjatë mbrëmjes së kaluar në fakt ka pasur edhe një bllokim total të aksit Elbasan-Qaftan, pasi pati një fluks të jashtëzakonshëm automjetesh për datën në fakt, pasi pritesh që fluksi i tillë të ishte kulmi gjatë mbrëmjes së ndërrimit të viteve, por që situata ka vijuar e njëjtë edhe për gjatë ditëve të para të muajit janar dhe duket në fakt se do të vijojë edhe në ditët në vijim. Pavarësisht se policia e Elbasanit e asistuar edhe nga forcat e shqiponjave, të cilët kanë zbritur tashmë në terren për të asistuar ekipin e rrugores, sërish situata edhe pse është duke u mbajtur nën kontroll nga efektivët e policisë, është e vështirë për të menaxhuar për shkak të fluksit të lartë. Dhe në fakt vazhdimisht policia e Elbasanit ka bërë apel për drejtuesit e automjeteve që të tregohen të kenë mirëkuptimin e tyre në lidhje me situatën dhe të mos kryen manovra të gabuara të cilat mund të ndikojnë edhe në shtimin e trafikut në akset ku ata janë duke udhëtuar. Dhe po ashtu në fakt një apel shkon edhe për të gjithë këmbësorët të cilët duhet të tregohen të vëmendshëm, pasi janë edhe ata të cilët e kanë për detyrë që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor dhe deri diku të mos bëhen pengesë për trafikun. Prej disa minutash në fakt që unë jam duke mbikëqyrur edhe situatën në kryqëzimin e Cerrikut, vend që njihet vazhdimisht si i rënduar sa i takon fluksit, shpesh kanë qenë edhe këmbësorët ata të cilët gabojnë duke penguar jo vetëm trafikun, por që gjithashtu rrezikojnë të kthehen në burim aksidentesh. Të gjithë ata që do të përdorin rrugën, qoftë këmbësor, drejtues automjetesh apo edhe drejtuesit e biçikletave, duhet patjetër të tregohen të vëmendshëm dhe të kujdesshëm. Policia vijon të jetë e vendosur në të gjitha pikat kryesore ku ka më shumë trafik dhe lëvizja është më e shtuar, kryesisht përgjatë aksit Elbasan-Qaftan janë disa patrulla të cilat po bëjnë të mundur qarkullimin e automjeteve pa pengesa dhe po ashtu në aksin Elbasan-Rogozhin ka prezencë të shtuar të patrullave të policisë të cilat verse po bëjnë monitorimin e trafikut, gjithashtu janë duke ndëshkuar edhe drejtuesit e automjeteve që kryen shkelje të qarkullimit rrugor. Pra, të gjithë ata që do të përdorin rrugën, sidomos gjatë këtyre ditëve ku pritet të paktën deri në fund të javës të ketë trafik të rënduar, të tregohen të mirëkuptueshëm dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore në mënyrë që të shmangin jo vetëm trafikun, por gjithashtu edhe incidente të mundshme.
Edisona, të falenderoj për pasqyrimin e detajuar të situatës të trafikut krijuar në Elbasan. Faleminderit për raportimin tënd.